أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده Falënderimet e takojnë vetëm Allahut subhanahu wa taala, Zotit të agjëruesve. Salatë dhe selamet qofshin mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, shëmbëltyrën, shembullin më të mirë se si agjërohet, i cili edhe u tregoi besimtarëve se si duhet pritur Ramazani, e si duhet përcjellur Ramazani, ditët dhe momentet e tij, si duhet shfrytzuar dhe si duhet të jipet lam të mira Ramazanit me vepra të mira dhe me zemra të mira. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë: "Jaddidu imanakum." Jaddidu imanakum. Ripërtrine imanin e juve. Shikoni në imanin e juve, në besimin e juve, dhe ripërtrine ato sikurse i ripërtrini rrobat, teshat e juve që i veshni, sikurse i lani ato, sikurse i pastroni ato. Jaddidu imanakum, imanakum. Pra, ripërtrine imanin e juve, nalnu dhe shikojeni imanin duke mos lanë të diçka prej dyshimeve, tek tawakuli, mbështetja në Allahun azza wa jall, tek taqwallaku, devotshmëria për Allahun subhanahu wa taala, tek sabri, durimi për Allahun tebareke wa taala, tek dashuria dhe urrejtja vetëm se për Allahun tebareke wa taala, dhe se Allahu tjetë çdo herë i pari. Një vepër të mirë të cilën ti e bën, një sadakat të cilën ti e jep për familjen tënde, një punë të hajrit që e bën për evladin, gruan, nanën apo babën, apo një shok apo një vëlla musliman apo dika prej muslimanëve, le të jetë fillimisht jo me shtu dashurinë, kjo duhet me qenë prej parimeve, mirëpo fillimisht le të jetë për Allahun te bareke ve taala, se kjo është imani më i lartë. Sepse pejgamberi alayhis salam ka thënë: kush i rregullon çështjet e tina me Allahun azza xal, edhe në këtë pikë, edhe në këtë pikë, tahadu tahabbu. Ka thënë pejgamberi alayhis salam: jepni dhuratan mes juve, do të ushtohet dashuria. Mirë po çajo dhurat, jo të jetë synimi veç me ashtu dashurinë, po fillimisht të jetë për Allahun azza wa jall, ta bësh për Allah. Allahu të jetë i pari në çdo vepër të cilën ti e bën. Shiko në veprat e tua të cilat i vepron, në agjerimin, në namazin e natës, në duat, në leximin e Kuranit, në nënshtrueshmërinë tënde, në devotshmërinë tënde, në gjithçka çka është prej imanit. Ndalu dhe mendoj. Këto çastet e Ramazanit janë çastet më të mira për me ndiku në zemra, se Ramazani është i zemrës. Ramazani është i zemrës dhe nuk ka ndaj adhurim më të sinqert se sa Ramazani. S'mundet me hi një faku në Ramazan, në agjerim, s'mundet me hije. Se nëse agjeron, kime agjeru veç për Allah, s'kime agjeru për diçka tjetër. Nëse agjeron, kime agjeru për Allah, për shkak se nuk e bën këta për robrit. Ajo është mes teje dhe Allahut azza wa jall. Edhe nëse më shefësh dikun, është veç mes teje dhe Allahut te bareke wa taala. Andaj çito çaste janë më të kallëzu ty se çdo vepër ti duhesh me shikue që të jetë fillimisht veç për Allahun te bareke wa taala. Çështja tjetër, pastaj nëse është dhurat, atëherë duhesh me pas parasysh me ushtuar dashuria. Ajo dhurat me qenë e mirë, ajo dhurat me qenë mënyrën më të mirë me ju ofrua, edhe nëse është e vogël. Pastaj me bo sabër në sprova, fillimisht me bo për Allah, pastaj me bo sabër me një sabër të mirë, sikur se bënte Jakubi alayhis salam, si edhe atina ishte e mirë, dhe jo kur dikon e rrok sprova me njerëzit me u bo i ashpër, edhe nëse duron për Allah knena, me Allahun azza wa jall nuk shpreh arrogancë, as nuk e prish njetin, as mendimin e mirë për Allahun, mirë po me njerëzit fillon edhe qartët në fjalë dhe është arrogant. Jo. Kjo është prej imanit edhe çështja, kur ti të bën sabër, bën fillimisht për Allahun te bareke ve taala, pastaj nuk guxon ty e sprova me të ndikue që me i prish marrëdhëniet, sjelljet e mira me robrit e Allahut azza wa jall. Qad aflaha al-mu'minun. Kanë shpëtuar besimtarët. Besimtarët janë ata të cilët e kanë përtri vazhdimisht imanin e tyre.
ai që e përtrin imanin e tina ngritet në gradat e fejes Allahut azza wa jall. Feja Allahut i pa 3 grada: Islamin, imanin dhe ihsanin. Sa më shumë që e ripërtrin imanin, vazhdon ka ihsani, ngritesh përpjet. Ngritesh përpjet për shkak se momentin që ti fillon me ripërtri imanin tën, ki me i gjet defektet. Ato defekte a kimi lana, kimi hek me lejnë Allahut azza wa jall. Për shkak se jetu mundu me arrit të një shkallë e cila tha Allahu azza wa jall, kanë me shpëtu ta Allahu subhanahu wa taala, illa man ata Allah bi qalbin salim. Dhe qaj që ka ardhur te Allahu azza wa jall me zemër të shëndosh në veprat e zemrës, në imanin e tina, në mbështetjen në Allahun azza wa jall, në sabrin për Allahun subhanahu wa taala, në durimin për Allahun te bareke wa taala, në dashurinë për Allah, në urrëtitjen për Allah, në premtimin për Allahun azza wa jall, në thirrjen për Allahun subhanahu wa taala, gjithçka çka ka prej veprave, ai u mundue vazhdimisht mos me lanë sëmundje në zemrën e tina, në veprat e zemrës, në veprat e imanit të cilat janë vetëm mes teje dhe Allahu te bareke ve taala. Mos harro se Islami është e jashtëmja. Islami është e jashtëmja. E Islamin e kanë edhe munafikat. Sigurisht i lexojmë ajetet në surën Tauba. Ata kanë bo kufër pas Islamit të tyre, pasi që kanë hyrë në Islam. Për shkak se e jashtëmja e munafikut, Allahu na ruaj prej asaj gjendje ya Rabbel Alamin, e jashtëmja e munafikut është Islam, musliman është ai. Edhe ti ke me respektue si musliman. Edhe nuk guxon me pas mendim ndrysh. Mirë po e brendshmja e tina është e dërmume, është e kalbur, është e prisht e ndyt për shkak se s'ka lidhje me Allahun ai në zemrën e tina. E brendshmja e tina është urrëtitje, nuk është dashuri. Aja kanë ndrua venin dashurisë dhe urrëtitjes. Në venin e dashurisë ka urrëtitjen, në venin e urrëtitjes ka dashurinë. Nëse urrejn besimtari një haram për Allahun azza wa jall, ai e don një haram. Nëse besimtari e don një punë të mirë për Allahun azza wa jall, ai bashkë çat punë e urrejn. Pra nëse don me qenë në gradat e larta të Allahu subhanahu wa taala me shpëtue, sikur se shpëtojnë besimtarët, ripërtrije imanin tënë vazhdimisht. Shikoj pikat ku ne shpesh herë çalojmë to, shpesh herë bëjmë lëshime to, shpesh herë vallahi kur na rrok një sprovë, na hub dynjaja, na hub rruga drejt Allahu te bareke ve taala. Nëse don me ditë pozitën tonë në iman, shikoje kur të godet sprova. A e përmend fillimisht Allahun azza wa jall, apo ndoshta fillimisht fillon me u mërzit për diçka tjetër, pastaj Allahu azza wa jall dikun i treti, i katërti, ai pesti, i gjashti, ai dhjetja me të ranë mend tyje. Prandaj jaddidu imanakum, ripërtrinë imanin e juve, e njëna prej sebepeve që ripërtrin imanin mas shumti janë duat në namazin e natës në Ramazan. Për shkak se krejt këto momente janë momente të veçanta te Allahu azza wa jall, nuk ja u kthen Allahu duat të mas, lut në Allahun sa të mundi me zemër të shëndosh e me komplet qenien e juve, për shkak se vallahi Allahu s'ja u kthen të mas, Allahu s'ja u kthen asnjë dua të mas, Allahu nuk ja u çon mundin poshtë, Allahu ka me paguar çdo lodhje qoftë e vogël apo e madhe, qoftë ajo edhe sa grimca e atomit, ka me ta pagu Allahu azza wa jall ty dhe mu. Allahu azza wa jall i pranov duat tona ya Rabbel Alamin, i pastrov zemrat tona ya Rabbel Alamin. Elusum Allahu azza wa jall që Allahu të na furnizoj me imanin më të lartë ya Rabbel Alamin. Elus Allahu azza wa jall që imani jon të bëhet sebeb, këto momente të bëhen sebeb që ta takojmë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. I than njënit prej dietarëve, o shejх, përmallona pak për xhenetin. Tregona diçka që të përmallohemi për xhenetin e Allahut subhanahu wa taala. Tha fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, to është i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam. Nëse dëshiron me pa pejgamberin sallallahu alaihi wasallam në xhennet, e me pa ftyrën e Allahut subhanahu wa taala në xhennet, ripërtrije imanin tënd dhe të jesh i gatshëm
për takimin me Allahun azza xal kur do koft ai takim. Elusëm Allahun azza xal që na takon ai takim dhe ai takim të jetë takimi më i miri në jetën tonë si krijesat Allahut subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin.